Edhe pse shkaktuan probleme serioze, reshjet e shiut po I rikthejnë në jetë liçenin e Ohrit dhe liçenin e Prespës. Niveli I liçenit të Ohrit është rritur për 18 cm vetëm brenda pak ditësh, që është 29 cm mbi minimalen e lejuar. Deri para një jave, situata ishte më shumë se shqetësuese dhe sipërfaqe të tëra të bregut të liçenit ishin tharë. Ekologjistët thonë se edhe pse reshjet në aspektin ekologjik sjellin përfitime reale, ato nuk e zgjidhin problematikën me të cilën përballet ky rajon. Kjo masë ujore është padyshim e mirëseardhur, sepse e balancon nivelin e ujit në ekosistemet e liçeneve, e freskon zonën bleg liçenore, por gjithashtu e rrit edhe fondin e ujrave nëntoksore, me të cilat ushqehen liçenet. Viti 2023 u karakterizua si viti më I thatë me vetëm 24 mm shi për të njëjtën periudhë dhe për të njëjtat zona, ndërsa këtë vit sasia e reshjeve është më e madhe në 5 vitet e fundit. E gjithë kjo tregon se rajoni po përballet me një karakteristikë klimatike të paqëndrueshme, e cila kontribuon në degradimin e ekosistemeve. Pas disa vitesh, për herë të parë shënohet rritja e nivelit të liçenit të Prespës, I cili gjatë viteve të fundit ka shënuar një ulje alarmante të nivelit të tij. Më 11 nëntor në matjen e fundit që kishim bërë, niveli I ujit të liçenit të Prespës ishte 840 metra, ndërsa në matjen e sotme është 841 metra. Kjo tregon se si pasojë e reshjeve të fundit, niveli I ujit është rritur për 32 cm. Vetëm gjatë 2 ditëve të fundit kemi një rritje prej 17 cm. Situata e cilësisë dhe sasisë së ujrave jo vetëm në liçenin e Prespës, por edhe në zonën e pellgut ujëmbledhës, aktualisht jep shpresë si rezultat I këtij cikli hidrologjik që po e përjetojmë. Parashikimet ishin se nëse ulja e nivelit vazhdon me të njëjtën ritëm, atëherë për 40 deri në 50 vjet nga liçeni do të mbeteshin vetëm disa gropa të mëdha. Në proces është hartimi një plani për menaxhimin e liçenit të Prespës, I cili duhet të kontribuojë në shpëtimin e tij. Sipas studimit hidrologjik të përgatitur në vitin 2014, liçeni humbet 54 milion metra kub ujë në vit.